Si që dhe përshënë, kena ardhur në një fshat të thellë në komunën e Gjilanit. Jemi këtu në fshatin Kokaj, I cili ndodhet në fakt në kufi me Serbin, pjesën e trevave shqiptare të cilat janë aton kufinit. Ky fshat aktualisht është pothuajse I pabanueshëm, kjo dhe për shkak të rrugëve të cilat janë ende të parregullume, mirë po që janë disa familje që I kanë qëndru besnik këtij vendi dhe ne kemi ardhur me I taku ato familje se qysh është jeta e tyre në këtë vend. Hajde shkojmë bashkë. Tash jemi këtu me njënin prej banurëve që përmenda që I ka qëndru besnik këtij vendi dhe nuk e ka lëshue deri me tani. Jemi me Ekrem Hazirin që na mirëpritin në fshat. Faleminderit shumë Ekrem. Mirë. Apo na tregon pak fillimisht për fshatin, ata që se njohin, çka e karakterizon këtë vend? Po këtë fshat, përpara kanë qenë shumë shtëpi, para luftës. E kom fjallin, dikon kanë qenë, dikon 50 shtëpi, po jenë të rej këta. Kapak. Ta është pas luftin me veç une edhe minqa. Që si me ikë për shafit asë njëherë, babe babgjyshe që të jenë rejtë. Po ta është shkapi I rrugës ma shumë jenë ikën, shkapi I shkollav, shumë e sajnë e mungojnë. Këtë fshat, unë mina me bujësi, me 2 vllazërinj dhe me që treti. Mina nuk ka keq punë, po mungojnë do sejne, do kushte, do... Po atu, teri me tani shteti pak I ka. Së ka... Ju kalon pak në harres? Në harres, jo pak po shumë. Ta që qeveria kushtet pak, në ka vizitu pak, për vitit kalon me ka njës, pa jo rrugën, me ka lakas pak e jo. Në fandinj ma ka pak ka njës, po... Teri me tani veç me... Ka rezultat që shë posh, edhe pse rruga ja ka njës me undrejt që qëshur. Rruga më të merë, po të edhe vetë. Për shfarë si ju dhe prej nuk e di. Imi konë komunë disë kemi bo kërkes. Kryet. Në vitin I kalu më njën qëshur, një mëjdit kanë vazhduar unë dhe prej. Ta shenim pritja. Për shë që na ka bashku edhe një qytetar tjetër, po për shkak të mikrofonit do të me to afrue, edhe ti banon këto? Po, këto banojnë. Që sa vjetë je këto, a ke ndru në jarë vendbanimin? Jo, se kemi ndru asë njëherë. Jo. Me qka merësh sot këto? Me bujtësive, me gjanë qështu me. Qëshë kalën ditën këtë vend? Po dohet me kalojmë, dhe e dikonë. Qëfar punë bëm për shambull, me qenë se merësh ma shumë me bujtësi? Ma shumë të sta gjant, kujdesën për tu. A kina I fermë kështu? Jo dhe fermë si përshën edhe vetë, qështu. Që ke poshtë. Sa... Fermë që I plëcën kushtet për kafsh. Sa lëp I ki? Janë 13. Gëgja numëri madhë, me sa antar jetën këtu? Me 7. 7 antar. A ki dikën prej familjes në ngusht kështu që tu ka largu e ka lëshu venin, për shkak të fëmive në ashta që se kanë shkollën këto? Po ta është një për gjallitarit të është parashkollohë, të me për do të poshtë. Me nejtë edhe për shkak të shkollës, para shkollës të shkollë.
A keni ndaj vendbanim tjetër atje në Gjilon? Në Lisejv, timit në Lisejv, në altë. Fshat afër Gjilonit. Pa afër Gjilonit. Po e përmend që jemi 7 antarë këtë. Qysh ja arrini për shembull veç përmes baktive me qëndru këtë, me siguru jetën? Valla, qëto më nëj drungët, qëto të sit, kënë jashtë. Keni mal edhe këtë, tani... Jalla s'kem për do të mi blesë, nuk kem, tonin s'kem, jenë prej ma herët, ta nas nuk ka për do të mi moshë që shtopi njerëzë që jerët, në shtyni që. E qka po të shtynë me qëndruhe në këtë vend, edhe pse po e shaj, do më thonë që kushtet e jetës ma të shtira po janë këtu, pse po vazhdojnë halo këtë vend? Valla halo se që të ve gjangve pak që ma të për më pas pak levërdipit e nëve të ashton. Pra e folëm edhe me njonin prej banorëve tjetër, i cili është pak më në moshë dhe ka arrit me jetu deri tash në këtë vend. Tash po vazhdojmë bisedën me Ekremin aty ku e lam. Më tregove që janë konë 80 shtëpi, e tash vetëm 3, mirë po banor në ato 80 shtëpi. Sa ka pos deri atëherë? Po i banor ka pas shumë në atë kohë, po punë të një ka një qysh për a duftë të më të rejkë për këti vejni. Shka ki i shkolla, shka ki i rrugëve, shka ki... Kanë më mu shumë e senjë të. O sjelës në ka senë, shka... Njëna me që to, se mi shpërngull e lasë një herë të të mo, se do jenë një shpërngull, për e në kësuja fet me do vila, me do mo, për qefi ka. A na kina qimë të nejtë për zarë halo. Që më mujtë më drejtu jetën e sminjime, jetën e të para pak me vazhdu. Nuk ka keqa me bujësi, po pak rinia sotë spedujmë. Punën, po këshyrin, ka në rrugën e gurbetit. So në jekum po, edhe se kom nejtë, nështë ta kom jekë këtë farvejni, po edhe jekum po hojën. Në qëfar aspekti ja ke po hojën? Po mas shumë edhe me drunkin e punë shumë, po edhe me edhe në sytë mos me lohë, me bika. E përmendëm qysh në fillim që banorët merren edhe sigurojnë jetën prej blegtorive që i kanë. Këtu jena te ferma e Ekremit. Tregona se çka je tu mbajt aktualisht. Unë i moj 160 copa dele të maja, një 15 copa rijon, a një 12 copa lopi kam. Edhe pula në Pula. fermë me shumë llojshmëri, kështu me thonë. Edhe me është nuk është pitë maja, po mesatare po, se isha s'ka po. Që ka që kena pas mundësi me arrit, kena pas, edhe ma tepër, po kemi argju shka ki shpija që kena marrë poshtë, kanë kushtu bergi si shtrejt. Edhe me që tu jetoj, me që tu punojmë, veti treti vla jam, dhe me që janë angazhona me thu. Me këtë fermë. Kallëzona pak se fillimet e fermës kur i keni nis, sa dele i keni pas, qysh keni arrit me i shumu deri në këtë numër? Fillimi u konë, delit e kena pa ma vojnë, lopët e kena ma matiku, babe pa vëgjësh, a delit e kena mas luftës, kena arrit prej 20 copa kena vjen fillim. E ka shku numit e 300, 200, 150 varë që kena pas mundësi me arrit. Po fitimet janë, që të mos ka një fund janë të mira shumë, nuk ka shtë edhe keq. Se po thuk shtë kohë të fundit, është rrit në qmime? Po, qmimet jenë rrit. Ne, sa jenë rrit e qmimet gjaunat të fshimore, i gati që ti vjene, mo tas nuk ja bojnë nga një për me shqit, e kam fjallën. Se përpara kam probleme me majtë, s'ka pas direkt sigurt. So shqeqen heq, qmime e kam për toke. E tas një dele kam rrinjë prej 150, e kam përpara, tas të bënë 300, ka shku. E për produktet, sa ka pas dalle me qumshtin, qysh është shqit atëherë, sa tash? Krejta ka ndryshu, do se ka ndryshu 100%. Për të mirë për juve? Po. S'kina sejnë për këtu sejnë, po.
Vi ska i stallet, pak innan man get stallet. Så pak, po na mangon, vi pak po shumë. Se Po stallet. se përmene që keni arrit dhe në 300.000 pas, po tash ju ka zvoglu edhe numre. Prej këtyne që i keni, sa litra qëmsht i keni brenda dite? Derit nuk i mirë mina. Ja do me kinja, ma fitimi ma mirë për kinja. Do me thonë veç me shritjen e ty në mirë. Po veç me shqitjen. Se kinjat për zonë 24 kg, 25 kg ka sot, a i bon dikon 160 herë, 70 herë sot një kindë. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedën që na bone dhe na dha një shembull shumë të mirë në fakt se qysh një njeri vazhdon me jetu tash e sa vjet në këtë vend dhe nuk e ka mendimin me lëshu vendlindjen, veç nëse ja shtrojnë rrugën, ja përmisojnë jetën krejtve. Veç koki rrugës, nëse ne ofrojnë të kushe pak prej komunës, prej severijës, unë për vetis, se kësa lëshu. Falenderoj shumë. Falenderoj për ju e që në vizitut.